Thirrja për të qëndruar para Perëndis. Ezekieli 22 vargu 30, është vargu që ne i referohemi në mësimit. Kërkova midis tyre një njeri që të ngrinte murin dhe të dilte para meje në të qarë. Ndërmjetësimi, qëndrimi përpara Perëndis për të ndërtuar një mur, për të ndërtuar një vijë ku njerëzit të qëndronin larg së keqes. Nëse do të kujtonim lutjen e Mojsiut, Mojsiu qëndroi përpara Perëndis, për Izraelin, kur Perëndia ishte gati të gjykonte popullin. Ai u lut Zotit me gjithë zemër duke kërkuar mëshirë. Ishte momenti që Mojsiu qëndroi, ishte në mal dhe njerëzit poshtë kishin ndërtuar një viç prej floriri dhe mendonin që mund ta adhuronin, që do të kishin bërë një idhull. Perëndia u zemërua shumë dhe ishte gati që njerëzit të vdisin, ti dënonte me vdekje. Por Perëndia e dëgjoi lutjen e Mojsiut. Ndërkohë tek Ezekieli përsëri ne kemi Perëndin duke kërkuar një njeri dhe thot, unë desha një njeri që të ndërmjetësoj midis njerëzve dhe meje. Një njeri që lutet, një njeri që kërkon Perëndis një mundësi tjetër. Ne vim gjithmonë përpara Perëndis dhe mendojmë që duke kërkuar, duke i lutur Perëndis. Por ajo çfarë është për të ardhur keq, në fakt, të gjithë ne vim përpara Perëndis duke i lutur Perëndis, por duke i lutur në momentet tona më të vështira. Asnjëherë nuk e gjejmë neve veten që t'i lutemi Perëndis në momentet tona më të mira, më të gëzuar. Kur jemi qetë, kur jemi mirë me shëndet, kur jemi mirë nga ana ekonomike, neve gjithmonë vazhdojmë edhe të kënaqim veten tonë. Por ama kur jemi në vështirësitë tona, ne në dhimbjet tona, në vujtjet tona, neve atëherë shkojmë dhe i lutemi Perëndis. Perëndia tha se do të shkatronte, po të mos ishte Mojsiu i zgjedhur i tij, që u vu në të qarën përpara tij. Një ilustrim i drejt për drejt me vargun 30 tek Ezekiel. Abrahami, kemi Abrahami që ndërmjetëson për Sodom. Abrahami që ndroi përpara Perëndis dhe u lut me besim e këmbgulje për mëshirë mbi Sodomin, duke treguar zemrën e ndërmjetësuesit të vërtetë. Çfarë ndodhi? Në Sodoma dhe Gomora ishte një nga vendet më të pista, që kishin e keqja, ligësia kishte arritur kulmin. Çfarë ndodhi? Ndodhi që Perëndia vendosi që ti shkatron. Por ja tregoi këtë gjë Abrahamit dhe Abrahami i lut. Po sikur të ketë 100 njerëz, ti do ta shkatrosh të për edhe do të shkatrohen edhe këta, nuk do të kesh mëshirë për këta. Mirë, tha Perëndia, nëse ti mendon që do të ketë 100 njerëz të mirë, atëherë unë do ta kursej Sodomën. E vazhdoi biseda me Abrahamin, me Perëndin, derisa vajtën në 10 njerëz. Mirë, tha Perëndia, nëse ka 10 njerëz, atje tha që janë të mirë, nuk janë të ligjë, nuk e kanë dhënë zemrën e tyre Baalit, unë do ta kursej. Por në fund nuk gjetën as 10 njerëz. Atëherë Abrahami ju lut Perëndis duke thënë, ma kursej Lotin dhe familjen e tij. Mirë, tha, do ta kursej. Loti me familjen pastaj u largua. Gruaja ktheu kokën mbrapa, se Zoti i thënë që se ti do ta kthesh kokën mbrapa, ti do të kthehesh në një shtyllë prej kripe. Edhe ashtu ndodhi, që ajo ktheu kokën mbrapa dhe u kthye në një shtyllë kripe. Ajo çfarë ndodh është që në momentin që neve vendosim të ndjekim Perëndin dhe e kthejmë kokën mbrapa, duke thënë se atje mund kishte qenë më mirë, atëherë ne po e ftojmë djallin përsëri në mendjen tonë, në zemrën tonë, që të pushtoj zemrat tona, të pushtoj mendjet tona, në mënyrë që
edhe largohemi nga Perëndia. Kemi Samuelin, profeti Samuel, që ishte një njeri i lutit. Sa për mua, thot Samueli, larg qoft nga unë të më katoj kundër Zotit, duke pushuar së luturi për ju. Samueli e konsideronte ndërmjetësimin një detyrë të shenjtë. Të gjitha këto deri më tani është që Perëndia dhe sot e kësaj dite po kërkon njerëz që të ndërmjetësojnë, që të luten për popullin e gjerë, për qytetin, për vëmur, që Perëndia t'i japi një mundësi tjetër. Imagjinoni siç lexuam tek Ezekieli kapitulli 22 që të rreshtohen të gjitha të ligësitë, keqësitë tua. Edhe Perëndia po t'i tregon të gjitha me radhë, ja ku janë. Unë e di se çfarë ti ke bërë. Pse mendon që pse përpiqesh që t'i fsheh? Perëndia po thret për një person që të guxojë. Ky është një ilustrim shumë i mirë që vjen tek Testamenti i Ri, ku neve shikojmë Jezus që ndërmjetëson për ne. Është dhe kjo arsye që neve mblidhemi çdo ditë parë të javës, pra, duke kërkuar që të lavdërojmë Zotin. Birë njeriu, mund të kanë caktuar rojtar për shtëpinë e Izraelit. Rojtari dhe ai që qëndron në të çarën ndajnë të njëjtën përgjegjësi shpirtërore, Ezekieli 33 vargu 7. Përgjegjësia jonë është, detyra jonë si të krishterë sot është që ta ndajnë me të tjerët. Nuk na dëgjojnë, ne dim që nuk do na dëgjojnë. Por ama ne duhet ta heqim përgjegjësinë tonë nga vetja jo. Ne duhet i kujtojmë të gjithëve njerëzve që Perëndia është duke pritur që të kthehet. Nëse nuk duan, është problemi i tyre. Edhe për kishën sot, edhe për kishën, ne duhet i themi njerëzve, duhet të vish tek Perëndia. Nëse nuk vjen, është problemi yt të steje edhe Perëndis. Nuk është më problemi përgjësia jo. Isaia përgjigjet thirrjes Perëndis. Isaia 6:8. Ja ku jam, të dërgon mua. Perëndia kërkon njerëz të gatshëm për të qëndruar përpara tij dhe për të shërbyer si enë të vullnetit të tij. Isaia, një nga profetët që më të përmendur edhe më të dëgjuar, neve fakt kemi dorëshkrimin e vjetër, kemi të gjithë Isaia nga fillimi në fund, edhe tregon për jetën e tij, si thuaç që i shërbeu Perëndis deri në pikën e fundit. Por ama Perëndia e thirrri. Perëndia po të thërret dhe ty, Perëndia po kërkon që ti të lutesh dhe unë të lutem, të që përgjerohemi në lutë Perëndis për të gjithë njerëzit. Neve mendojmë që kjo edhe është një vërtet e hidhur, por që në kohën e Ezekielit kur shkruhet këtë dorëshkrim, që në kohën e Isaias, njerëzit ishin të ligjë. Kishte njerëz që mashtronin, kishin njerëz që vrisnin, kishin njerëz që ishin përdal, kishin njerëz që pinin, abuzonin, kishin njerëz që mashtronin, merrnin para borxh, ose me kumbare. Të gjitha gjërat që neve shikojmë sot e kësaj dite ishin dhe atëherë. Nuk ka asnjë gjë të re nën tjetër. Por problemi që ndron neve mund të kemi më shumë anën materiale, por kjo nuk na bën edhe më të mirë. Por përpara Perëndis jemi të gjithë përgjegjës. Kemi Nehemia. Nehemia lutet për kombin e tij. Nehemia agjeroi, qau dhe ndërmjetësoi me shpirt të thyer për popullin e Perëndis. Lutja e tij i thellë shërbeu si piknisje për rikthimin kombëtar. Ka asaj kohë. Nehemia vendosi që të kthehej dhe të ndërtonte tempin. Dhe mori leje edhe nga mbreti ku shërbente. Perëndia i zbuti zemrën mbretit që ai të shkonte. Ajo çfarë neve mësojmë është që në momentin që neve kemi një zemër për të shërbyer Zotit, Zoti do të sigurojë edhe anën materiale. Neve mendojmë që themi nuk kemi, nuk mundemi, nuk duam, shumë e radhë, është shumë e vështirë për mua, nga justifikimet nga më të ndryshme. Por Perëndia siguron për të gjithë ata që duan me të vërtetë, me gjithë zemër të shërbejnë Zotit.
Pra, erdhëm tek ndërmjetësuesi jon i sot të kësaj dite që është Krishti. Është ndërmjetësuesi, është i përsosur. Pra. Ai jeton gjithmonë për të ndërmjetësuar për ta, lexojmë tek Hebrejnit 7:25. Jezusi është përmbushja më e madhe e figurës së atij që shndron në të çarën pra mbrojtësin i përjetshëm. Në qoftë se nuk do të ishte Jezusi, ne nuk do të kishim më mundësi. Jezusi e dinte shumë mirë se çfarë foli edhe si po fliste në kohën e tij. Edhe ajo e tha të vërtetën në sy dhe ata e kryqëzuan e la. Po çfarë ndodh? Edhe çfarë do të ndodhte nëse Jezusi do të vinte sot e kësaj dite dhe të nxirrte një tabletë edhe do thoshte unë jam Jezu Krishti, biri i Perëndisë. Të gjithë çfarë do bënin? Do ta quanin të marr. Do ta quanin të kaluar vijin. Edhe shumë njerëz do të lodheshin pastaj dhe do ta godisnin, do ta rrifnin, siç bënë atëherë. Tek e para Timoteut kapitulli 2 vargu 1, Pali këshillon Timoteun dhe i thotë të bëhet lutje, përgjërime, ndërmjetësime dhe falënderime për të gjithë njerëzit. Ndërmjetësimi nuk është dhurat. Për disa është thirrja e të gjithë besimtarëve. Pra është thirrje që për të gjithë besimtarët. Nuk është për dikë. Po puna është a do të ngrihemi neve sot. Shumë njerëz kërkojnë që të vlerësohet për punën, për mundin që të bëjnë, edhe mundohemi të gjithë neve, mundohemi që ta tregojmë atë tek drejtuesit tanë, tek aty ku na pozojnë le të themi. Por e vërteta përpara Perëndisë, Perëndia na shikon gjithmonë, edhe nëse neve do të vendosim të bëjmë përpjekje dhe të lutemi për veten tonë, për familjen tonë, për të afërmit tanë, për vendin tonë, për qytetin tonë, Perëndia do të dëgjojë. Por ajo çfarë është më e rëndësishme, Perëndia kërkon një zemër të pastër, një zemër që është e gatshme të shërbejë. Besimtari është si një prift përpara Perëndisë. Tek e para Pjetrit kapitulli 2 vargu 9, Pjetri thotë ju thot kisha jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore. Pra çdo besimtar është i thirrur të qëndrojë si ndërmjetësues para Perëndisë dhe para njerëzve. Kjo është e vërteta, na pëlqen. Imagjinoni, neve zgjedhim në përditshmërinë tonë, zgjedhim që mos vinë përpara Perëndisë, mos vinë të adhurojnë Perëndin, mos shpenzojnë kohë në lutje, mos shpenzojnë kohë përpara me fjalën e Perëndisë, po e vërteta është Perëndia i di të gjithë. Ashtu siç Perëndia tek Ezekieli 22 dhe shumë pasazhe të tjera tregojnë dhe rreshtojnë të gjitha ligësitë që janë bërë. Por Perëndia thotë, po a ka një ndërmjetësues? A ka Perëndia do që të jetë i drejtë me të gjithë njerëzit që të sigurojë një mundësi që njerëzit të dëgjojnë. Edhe nëse njerëzit e kanë dëgjuar për fjalën e tij, për mëshirën e tij, për lajmin e mirë, për Krishtin, atëherë Perëndia thotë, nëse ti or njeri nuk dëshiron që të ndryshosh, atëherë është problemi yt. Kërkimi i Perëndisë, Perëndia kërkon ndërmjetësues, na kërkon ne, na thërret ne që të qëndrojmë përpara Perëndisë dhe të ndërmjetësojmë për veten tonë, për familjen tonë, për të afërmit tanë, për miqtë tanë, për vëllezërit tanë, për komunitetin, për qytetin, për vendin tonë. Përgjigja e njeriut, a është i gatshëm njeriu pra për të shërbyer? Kjo është një pyetje që na përket gjithë secilit prej nesh, edhe vetëm ne e dim ku a jemi të gatshëm që ta bëjmë të gjatë. Shërbim i ndërmjetësimit do të ishte lutja, agjerimi, ashtu siç bëri Neemia të kapitulli 1 vargu 4. Edhe neve kemi shembullin e Krishtit që është ndërmjetësuesi i përsosur. Pra dhe sakrifica është shumë e nevojshme. Shpesh herë neve mendojmë dhe
gjykojmë që padrejtësitë që mund na kryhen ne. Por ajo çfarë është më e rëndësishme dhe është e vërteta është që Perëndia i di. Ne nuk duhet të kërkojmë vlerësimin ton tonë, sepse Perëndia e di zemrën tonë, mendjen tonë dhe e di se çfarë do të bëhet. Ndaj ju ftoj me këtë, pra Perëndia po na thërret. A do të dalim, do të guxojmë neve që të qëndrojmë përpara Perëndisë. Zoti ju bekoft.